ende gjallë dhe shumë burri fort, që duhet ademi me qenë aty në kryet partisë, fatmirë se di mundet edhe pak me dhonë kontribut aty, ka shumë njerëz tjerë, djeja pa dje këm nejtë edhe me Ali Aliu nështë hala i fort, mund me folë, mund me ndihmu në partisë, njerëz që kanë kryu le dhe kanë, Lutfi Haziri sa ta shtaty Agim Veliu, kjo ekip që atë janë aty kur, se këta janë ekip ka rreth defin, se këta janë bu milioner, si ju kanë bashku PDK-s, se pa u bashku me PDK-s, s'ke mujtë me morë milionat. Edhe këta i kanë bo këtu. Ta se akuzojnë të djallim se ti për ju për blenë votën me pare, me pensionere, me fëmije, me këto, këtë djalli që të pare që për jau shke publit, që ato 200 milion, këta i këshin shti në gjep të vetin, kur si kanë qitë këtonë, po i ka këshin morë për vetë, dhe unë mendimi jam është që përfundimi i saj, është i humbun, kurse asimi edhe këta që mendojnë me orë në politikë, ta mujnë në orë dhe më këshin politikë, po kur mi ka që votat kanë me morë. Nga ata kush mendoni që mund të rikthehet të lirohet, duke qenë se jemi në pritje të vendimit nga 4 shja? Për akuza që janë ngritur nga qushedim tonë, veç në qofë se bëhat dishka rasesht që vjen nga politika që adion, politika globale lujnë, unë në kam në gjendje me shpetu, po pa ato që adion, ata nuk mund lirohen. Po këto i ka morë në qafë Hashim Broja, i ka morë në qafë shok të vetë, ka morë në qafë Kosovën me gjukatën speciale, ka morë në qafë Edi Rama me këtë gjukatë. Për këto masëmijet e ka spjegu për ty dhe për gjithë ata që dojnë me ditë, e një të profesor për ty që të regojnë kush, qa kanë për. Madje edhe Donika Grvala ka qenë mjaftë ashpër me kryeministrin Rama, besoj ju jeni dakord me të, me ato që thot? Po, pikrisht në gjë, ka pasur disa postime mjaftë ka pasur postime, po ta shtisë në ngratat, mos mund më shkerë Shqipërinë, si kunaja, qaj ka bon Edi Rama një bijet, një adetarit fort, është ma turp, nuk ka për një shqiptar që është në kryet vendit. Dhe marrveshjet e Edi Ramës i kanë shkaktu domet pa justifikueshme Kosovës në vazhdimësi. Me shkurjen e ti në nish për ndarjet Kosovës, me tana proceset që i ka bon asë një keqe Kosovën nuk e ka gjithë pa ndime në Edi Ramës dhe krah për krah Vučićit. Nuk i ka bon kush Kosovës ma dam se këta, se aje. Po tani në këto zgjedhje Rama, kë shikoni që po mbështet? Rama natyrisht e mbështet gjithmonë PDK-n. Gjithmonë Rama e mbështet PDK-n, i mbështet qëta grupet me të cilët edhe ju bo milioner, në dim kush u kohë të Rama, në kërkush heq, në vizatus, i filma të cërtane. E ka morë Shqiprin, e ka morë Shqiprin, e ka fut në krim bota e një që shanë, bota e Shqiprin sot për një si veni i drogët, veni i krimit. Kështu e një bota. Dhe Edi Rama po bënd që mas, duke u paracitur para Europianëve se unë s'jam me Kosovën, shtimnim në Evropë, se gjithë s'ka bëjnë s'jam me kërkan veç shtimnim në Evropë për miru politikën, miru vetën politikë, që të vazhdojnë ende me këso poshtërcina që mësuajmë i bo. Dhe nuk është veçajën edhe para arsit e ti, që e në verhogjë, krejt ata hogjistat e Shqipërisë, që njëhen kohë. Edhe kena në edhe kohë do hogjistat të në verit. Kështu mendojmë. Bazalil, unë të falenderoj shumë për bisedën, të uroj mbarësi në fushat edhe suksese sidomos të djalit tuaj Fatosit për një tjetër mandat në Kuvendin e Kosovës. Urojmë që ky mandat që të nis të përfundoj plot 4 vjeçar me tejkalimin e krizës, me një kryeministër dhe një president të ri të Kosovës, që të jetë sa më shumë, sa më shpejt në rrugën europiane dhe të zhvillimit për të kaluar këto probleme dhe këtë krizë afatgjatë. Faleminderit shumë, të lumë të goja aty edhe gjithë aty që ja dojnë të mirë në Kosovës, shihemi me tetë që shohën dëgjohemi unë e te se jeni djallë shumë i mirë dhe ajo temperatura që
që tha shumë 62 gradë më duket, apo jo, 62 62 gradë funksionon unë çush jam ka e po nga një herë thonë kur ka drejtza shumë merre kryesën e vogël. Po sipas tana gjasave, çush jam kë e po entuziazmin, dëshirën e rinis për me qu këta në shpe mos më merë mu me politik, gjatë 2 gradi ka me sus. Duke si që ka përvëlluas, të përshëndet. Të ndesë shumë, hajde. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit shumë. Të urojmë më të mira, faleminderit shumë. Faleminderit shumë mirë.